Një aksident me pasojë vdekjen u regjistrua një ditë më parë në fshatin Renas në Bashkinë Belsh. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, 20-vjeçari dyshon se ka aksidentuar me automjetin që drejtonte një këmbësore. Viktima 73 vjeç është transportuar menjëherë drejt spitalit, po për shkak të plagëve të rënda të marra ka ndëruar jetë gjatë trajtimit mjekësor. Në vijim të veprimeve procedurale, specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë drejtuesin e automjetit, shtetasin KI për veprën penale drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt me pasojë vdekjen. Nga aksidenti është dëmtuar gjithashtu edhe një pasagjiere në automjet, nëna e drejtuesit të mjetit, e cila ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor ka punuar për dokumentimin e plotë rrethanave të aksidentit, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan për veprime të mëtejshme.